çështjen e kombit e gjuhën shqipe, që na jemi shqiptar, mos harrojmë gjuhën tonë, nanat në për familjet flasin shqip me fëmijët e vet, babat gjithashtu, por edhe priftat që janë babat e shpirtnave, ta ndrojnë menimin, mos bëmi krejt Amerikan për 2-3 ditë, se po korrite me kurrë tjetër, se kombi shqiptar është tash 5.000-6.000 vjet, ma i moshmi në Evropë, nuk ka mujt as mretëmia romake, as bizantine, as mretëmia otomane, as komunizmi me zhduk, edhe as një prift s'ka me mujt me zhduk atë gjanë, vetëm shka jetë marja, ku shka i prift ose shka bane a i prift. Vjen turp se unë jam prift, por duhet me ba atë shka duhet për poplin tonë. Alku kjofta i birë shqiptari, që nuk e flet këtë gjuhë hynore, që amanet në la i pari, amanet një avlan edhe fëmis.